Dëshira për të zotëruar sa më shumë pushtet e pasuri ka qenë shtysja e krijimit të perandorive të mëdha në shekuj. Luftat e pafundme për të kënaqur lakmit personale janë shkaqja kryesore e historisë globale. Dominimi i botës sipas historianëve përcaktohet si kontroll direkt dhe indirekt mbi shumicën e popullsisë botërore. Një perandori nuk ka nevojë të kontrollojë të gjithë hapësirën e globit, por mjafton që të jetë afruar shumë marrjes së kontrollit të shumicës së popullsisë, duke patur potencialin për të influencuar dhe në pjesën tjetër të tokës. Nisur nga ky perceptim, më poshtë do të sjellim një renditje të perandorive të mëdha botërore. Perandoria portugeze. Kur shumica e njerëzve mendojnë për perandoritë e mëdha koloniale, Portugalia shpeshherë nuk i vjen në mendje. Por është fakt që për një moment të shkurtër, Portugalia kishte shansin që të shndërrohej në një perandori globale. Portugalia ishte i pari vend evropian që u përkushtua eksplorimit kolonial. Portugezët qenë të parët evropian që zbuluan Indinë, Sri Lankën, Japoninë, Brazilin e shumë vende të Afrikës. Në Afrikën lindore, forcat portugeze pushtuan Mozambikun. Në Amerikën e Jugut, ata përfshin Brazilin në perandorinë e tyre koloniale. Portugalia ndërtoi porte tregtare në vende të largëta, nga India në Arabi, nga Malajzia në Kinë e deri në Japoni, duke dominuar jo vetëm rrugët tregtare mes Azisë dhe Evropës, por edhe një pjesë të madhe të tregtisë mes rajoneve të vetë Azisë. Nëse Portugalia nuk do të kishte pësuar rënje pas viteve 1500 dhe do të kishte ruajtur kontrollin total mbi rrugët tregtare të Azisë, atëherë perandoria portugeze do kishte qenë perandoria më e pasur e të gjithë historisë. Perandoria timoride. Perandoria timoride ishte një perandori nomade, e cila erdhi e u forcua pas shpërbërjes së perandorisë mongole. Timoridët kontrollonin hapësira të mëdha territoriale në perëndim të Turqisë, Iran, Kaukaz, Mesopotami, Indi, si edhe një pjesë të mirë të Azisë qendrore. Deri në pikën ku ushtrit të qytetëruara nuk mundeshin t'i kundërviheshin. Tamerlani që themeluesi dhe sundimtari absolut i kësaj perandorie. Ai kërkonte një rikthim të perandorisë mongole të Genghis Khanit. Ngjitja e tij e shpejt në pushtet erdhi kryesisht për shkak të faktit që asnjë forcë tjetër në planet nuk mund të mposhte harktaret e tij kalorës. Tamerlani mundoi vazhdimisht ushtritë arabe dhe indiane, por ajo që e vendosi Tamerlanin në prag të dominimit të botës ishte plani i tij për të sulmuar dinastitë Ming të Kinës. Pushtimi i popullsisë dhe dinastisë Ming, shumë të pasur në burime, do ta kishte vendosur perandorinë timoride shumë pranë kontrollit të shumicës së popullsisë së botës. Por Tamerlani vdiqi përpara se të mbërrinte në Kinë. Nëse do të kishte jetuar me shumë gjasa, perandoria e tij do të ishte futur në rrugën e pushtimit të botës. Gjermania naziste. Disa historian kanë arritur në përfundimin që nëse Hitleri do të kishte marrë disa vendime të ndryshme, ai do të kishte fituar luftën e dytë botërore, që padyshim do i kishte dhënë Gjermanisë një shanse për dominimin e botës. Nëse Hitleri nuk do i kishte shpallur para kohe luftë Rusisë, nëse do të kishte fituar fushatat ushtarake në Afrikë, apo nëse do kishte pushtuar me sukses Britaninë përmes operacionit Luani i Detit, Gjermania naziste mund të ishte bërë kontrolluesja pa diskutueshme e planetit. Si rezultat, lindja mesme, India dhe e gjithë kontinenti afrikan do kishin rënë nën kontrollin e nazistëve. Në versionin e historisë, ashtu siç ndodhi, Hitleri kishte krijuar tashmë një sistem aleancash që do të turpëronin edhe Bashkimin Evropian modern. Në udhëheqjen e Hitlerit, disa kombësi evropiane luftuan për të njëjtin objektiv. Këta përfshinin rumunët që luftuan për krah hungarezëve, gjermanët në krah të italianëve bashkë me bullgarët, slovakët, kroatët dhe finlandezët. Ky nivel uniteti evropian nuk kishte parë kurrë deri atëherë. Edhe fare mirë mund të kishte shtruar rrugën për një supershtet të udhëhequr nga gjermanët. Në shumë drejtime, lufta e dytë botërore ishte hera e fundit në historinë që perandoritë e botës mund të kishin patur një shanse për të dominuar botën, dhe Gjermania naziste ishte në një pozicion unik për ta siguruar këtë dominim. Perandoria spanjolle. Në kohën e mbretërimit të Karlit të Pestë dhe Filipit të Dytë nga familja Habsburgëve, perandoria spanjolle që ishte në kulmin e saj dominonte atë që kishte mbetur nga perandoria portugeze.
Hollanda, Perandoria Austriake, Perandoria e Shenjtë Romake, si edhe kolonitë e vetë Spanjës, ishin në një zotërim. Për një moment të shkurtër në histori, ushtrit holandeze, gjermane, spanjolle dhe italiane marshuan në të njëjtin flamur drejt objektivit të dominimit të Evropës. Për një periudhë kohe, Perandoria spanjolle kishte më shumë flori, flota më të mira, ushtrit më të mira dhe kontrollonte më shumë se 13% të hapësirës toksore të globit. Ajo që jepte Perandorisë spanjolle një shans unik për dominimin e botës, ishte se ata ndryshe nga mongolët, kishin potencialin të ruanin kontrollin mbi hapësira të mëdha territoresh. Kjo aftësi vërtetohet nga fakti që pjesa më e madhe e territorit kolonial të Spanjës mbeti për shekuj të tërë nën kontrollin spanjoll. Por pikërisht, fuqia solli rënjen e Perandorisë spanjolle. Inflacioni i pandalshëm që shkaktoi sasia e madhe floririt që nxirrej prej kolonive spanjolle, e shoqëruar me një seri humbjesh ushtarake, sollën perëndimin e saj. Perandoria mongole. Nuk mund të mohohet se Perandoria mongole ju afrua më shumë dominimit global. Gjatë ngjitjes së saj, asnjë forcë tjetër në planet nuk mund të konkuronte me teknikat e ushtrive mongole. Nëse mongolët do ta kishin dëshiruar, ata do të ishin shtrirë edhe në Evropë. E gjithë kjo para vitit 1300, kur mongolët arritën të kontrollojnë mbi 22% të hapësirës toksore të botës, duke ushtrirë nga Kina deri në kufin të Polonisë. Në ato kohë, një në 4 banor të planetit jetonte në sundimin mongol. Por arritja më e madhe e Perandorisë mongole u bë edhe dobësia e saj më e madhe. Arritjet e mongolëve për të zotëruar territore të mëdha e gjithmonë në zgjerim dhe tolerimi shumëllojshmërisë së racave e besimeve fetare të atyre që kishin nën kontroll, sollën edhe coptimin e Perandorisë mongole. Pushtimet e Genghis Khanit, fuqia e fushbetejës e Perandorisë mongole, do të përballeshin me një problem të madh të kohës. Logjistika për të ruajtur komunikimin përgjatë një perandorie 33 milion kilometra katror, të përbërë nga shumë raca, thjesht nuk ekzistonte në vitin 1279. Megjithatë, edhe pse ra Perandoria mongole për një kohë të shkurtër, ju afrua shumë dominimit të botës. Perandoria otomane. Perandoria otomane ishte një perandori që sundoi mbi lindjen e mesme, Afrikën e Veriut, Turqinë dhe Ballkanin. Përgjatë gjithë jetës së saj, Perandoria otomane pushtoi vazhdimisht shumë mbretëri dhe vende. Ndoshta arritja më e madhe e tyre ishte shkatërrimi i Perandorisë bizantine në vitin 1453, që i dha fund asaj që kishte mbetur nga perandoria dikur e lavdishme e Romës. Ajo që e bëri Perandorinë otomane unike ishte talenti i saj për të menaxhuar dhe kapërcyer dallime të thella etnike nga lindja e mesme dhe Ballkani. Kjo në vetvete ishte një arritje e madhe, pasi pak perandori gjatë historisë kanë ruajtur kontrollin mbi një rajon kaq shumë të coptuar, e jo më për shekuj të tërë, siç bën otomanët. Perandoria otomane ishte kaq e fuqishme dhe kaq e aftë për dominimin e botës, saqë ju afrua shumë pushtimit të qytetit të Vienës në vitin 1683. Domethënë, mu në zemër të Europës. Pushtimi i Vienës nga otomanët u shmang vetëm në sekondën e fundit, kur forcat polake erdhën pak përpara se qyteti të binte. Nëse pushtimi i Vienës do të kishte ndodhur ka shumë gjasa që pjesa më e madhe e Evropës do kishte rënë në dominimin osman. Në kulmin e saj, edhe pse fuqia më e madhe e kohës, Perandoria otomane kontrollonte vetëm 3.49% të hapësirës toksore të botës, ajo u shpërbë në vitin 1923. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë kush mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rasti kur një vend i është afruar më së shumti dominimit të botës. Në fakt, sot SBA ka baza në çdo kontinent përveç Antarktidës, bashkë me shumë qeveri kukulla që marrin urdhra nga Washingtoni. Shumë kush mendon që Shtetet e Bashkuara nuk mund të kualifikohen si perandori në konceptin klasik të kësaj fjale, por edhe pse SBA nuk kanë padur kurrë një perandor, dominimi botror amerikan është i padiskutueshëm. SBA arriti shtrirjen maksimale pas fundit të luftës së dytë botërore në vitin 1945, kur forcat pushtuese të Shteteve të Bashkuara kontrollonin Evropën perëndimore, Japoninë, Koren, Karaibet, si edhe pjesë më të madhe të Afrikës.
Pushtimi amerikan pas luftës së dytë botërore e la SBA-n me një perandori globale shumë të madhe që kontrollonte qendrat kryesore të popullsisë, si ishujt japoneze dhe Evropën perëndimore. Ky kontroll mbi shumicën e popullsisë, shumicën e vendeve të industrializuara bashkë me një ushtri tashmë të mobilizuar, i dha SBA-s shansin që të hynte në rrugën drejt dominimit global. Por SBA zgjodhi të çlirojë këta vende nga kontrolli i saj drejt për drejt dhe u bë superfuqia globale që njohim sot. Perandoria britanike. Perandoria britanike ka qenë padyshim më e madhja në historinë e botës. Në vitin 1922, Perandoria britanike kontrollonte rreth 23% të hapësirës toksore të botës dhe 20% të popullsisë së botës. Ajo që e bënte unike Perandorinë britanike ishte pozicioni i saj i fuqisë, pothuajse e pasulmueshme. Perandoria britanike kontrollonte pothuajse të gjitha rrugët tregtare të botës dhe në të njëjtën kohë zotronte një ushtri pothuajse të pamposhtur si edhe marinën më të madhe të botës. Ndërkohë që është e debatueshme se si do të arrinte me saktësi dominimin e botës, Perandoria britanike në vitin 1922, kur ajo ishte në shtrirjen e vet më të madhe, nuk mund të mohohet që nëse Perandoria britanike do të kishte patur vullnetin, ajo mund të kishte shtrirë kontrollin e saj në hapësira edhe më të mëdha të planetit, duke bërë kështu Perandorinë britanike, një ndër të paktat që i afrohej për një fije dominimit botëror. Perandoria romake. Perandoria romake që ne njohim nga historia, në fakt ju afrua shumë më tepër dominimit të botës. Në kulmin e fuqisë së Perandorisë romake në vitin 117, ajo kontrollonte 21% të gjithë popullsisë së botës. Gjatë kulmit të fuqisë së tyre, romakët përfshin një pjesë të madhe të Evropës në perandorinë e tyre dhe gjithashtu pushtuan Afrikën Veriore, Turqinë dhe pjesën më të madhe të lindjes së mesme. Ushtrit romake ishin më të armatosurat dhe më të disiplinuarat e kohës në botë. Ato kishin shumë përvojë në luftime me të gjithë ushtritë egzotike që ndesheshin. Ajo që afroi perandorinë romake në dominimin global ishte fushata e tyre kundër perandorisë partiane, që ishte një shtet pers i vendosur përtej kufive të perandorisë romake, por për arsye se romakët nuk triumfuan asnjëherë kundër rivalëve të tyre pers, ata nuk arritën kurrë të sigurojnë dominimin e vërtet global. Perandoria perse. Perandoria perse, apo siç njihet ndryshe Perandoria akamenide, në fakt ju afrua më shumë se çdo perandori tjetër në historinë e njerëzimit dominimin botëror. Në kulmin absolut të perandorisë perse, ajo kontrollonte 45% të gjithë popullsisë së botës, që do të thotë se në vitin 480 para Krishtit, pothuajse 1 në 2 njerëz në këtë planet ishin në kontrollin e persëve. Ndryshe nga perandoritë e tjera në këtë listë, ishte krejt e mundshme që persët ta shtonin edhe këtë numër. Por, perandoria perse zhvilloi një seri luftrash të kushtueshme kundër qyteteve greke dhe pësoi një sor humbjesh të rënda. Gjithsesi, perandoria perse ishte një prej përpjekjeve më të hershme në historinë e njeriut, si edhe një perandori me të vërtetë shumë komshe. Pas shpërbërjes së perandorisë perse nga Aleksandri i Madh, asnjë perandori tjetër në histori nuk ju afrua aq shumë sa persët kontrollit të shumicës së popullsisë së botës.